jemi mbledhur sot në mënyrën më paqësore për të shprehur edhe shqetësimet si qytetar të lidhur me tatimet retroaktive në të cilën filluan që drejtoria e të ardhurave publike të na dënoi për tatimet në të cilën nuk janë paguar edhe nuk është desh të paguan para 5 viteve. Lidhur me tatimet retroaktive, drejtoria e të ardhurave publike krijojnë pasiguri juridike dhe bartë pa drejt financiare ndaj qytetarëve. Pas protestave të mbajtura në Kumanov, i njëjti shqetësim ndahet edhe nga qytetarët e Tetovës, po ashtu edhe shumë qyteteve tjera. Sot ne i bashkohemi kësaj nisme qytetare për të kërkuar trajtim të drejtë dhe të barabartë. Këto masa prekin qytetarët që kanë punuar jashtë vendit, shpesh në zona të rrezikshme dhe të prekura nga konflikte. Duke siguruar të ardhura për familjet tona dhe familjet e tyre, dhe duke kontribuar në ekonominë e vendit, pasi shumica e këtyre mjeteve financiare janë investuar edhe brenda shtetit, shumë prej tyre kanë qëndruar jashtë vendit mbi 183 ditë dhe sipas ligjit për tatimin personal duhet të trajtohen si jo rezident tatimor. Ky status nuk na njihet nga drejtoria e të ardhurave publike. Dëshmit për qëndrim dhe punë jashtë shtetit nuk merren plotësisht parasysh nga punonjësit e drejtorisë, kërkohet edhe formalizimi i largimit nga vendi dhe në disa raste dokument për tatime në vende me konflikte, gjë që shpesh është e pamundur të merret nga ne qytetarët. Ne nuk jemi kundër tatimeve, por kundërshtojmë ngarkesën e padrejtë dhe retroaktive. Kërkesat tona nga drejtoria janë pezullimi i vendimeve tatimore me efekt retroaktiv, njohje e dokumentacionit për statusin e jo rezidentit pa kërkuar formalitete shtesë, qartësim dhe transparencë institucionale, hapja e dialogut institucional për gjetjen e një zgjedhje të drejtë dhe të qëndrueshme. Udhëzime të qarta për trajtimin tatimor të qytetarëve të angazhuar në misione ndërkombëtare. Mesazhet tona ndaj drejtorisë janë: nuk i shmangemi tatimit. Kërkojmë zbatim të drejtë të ligjit. Qëndrimi i faktit është kriter ligjor, jo çlajmërim administrativ, dhe 5 vite mbrapa nuk është drejtësi. Kërkojmë siguri ligjore. Kjo nuk është një protestë vetme, do të vazhdojmë paqërisht deri në gjetjen e një zgjedhje të drejtë dhe ligjore dhe bëjmë thirrje që edhe qytetet e tjera t'i bashkohen kësaj nisme.